askush nuk flet për vetminë e një burri pas një divorci. Sepse askush nuk e pyet se si është. Askush nuk i thot se si je në të vërtetë. Një nënë e thyer shihet, një baba i thyer zhduket në heshtje. Askush se di se si ndihet një baba kur mbyll derën e shtëpisë dhe shtëpia nuk ka më zëra fëmijësh. Kur lodrat janë aty, po fëmijët nuk janë. Kur ora e gjumit u vjen, po askush nuk i thot natën e mirë babi. Askush se di sa herë që ai hap fotot në telefon dhe bëhet gati të qaj, por nuk qanë, sepse burrat duhet janë të fortë, edhe kur zemra e tyre është bërë pluhur. Askush nuk flet për netët e gjata ku një burr i ulur në divan mendon. Ndoshta unë dështova, ndoshta unë nuk kam më vlerë, ndoshta unë s'mjaftova. Askush nuk flet për burrin që shikon një punë me buzëqeshje të rrem në shpirt të përgjakur. Për burrin që paguan faturat mban përgjegjësi, përpiqet të jetë babai i mirë morar dhe sërish ngelet sikur po humbet gjithçka që e bën një njeri. Askush nuk flet për një burr që lufton heshtje, për një burr që nuk e dëgjon askush, për një burr që nuk ka me këtë bisetoj, për një burr që po thyet po askush nuk e sheh. Ndoshta është koha të flasim pak për këtë. Ndoshta është koha të dëgjojmë dhe për burrat, ndoshta është koha që edhe të pranojmë se dhe ata lëndohen, dhe ata vetmohen, dhe ata shpërbëhen brenda vetes.